po sikur të thosha që dhimbja që ke mbajtur me vite, dhembja në trup, plaga në zemër, vuajtja që ta ka vjedhur gjumin dhe ta ka tharë shpresën mund të zhduket krejt dhe përgjithmonë, në momentin kur mëson si ti flasësh saktë. Po sikur shërimi që ke kërkuar në spitale, në barna, në fjalët e mjekëve dhe në heshtjen e lutjeve të dëshpëruara të ketë qenë brenda teje gjatë gjithë kohës, sot të ftoj ta shohësh dhimbjen ndryshe, jo si armik, por si lehmtar. Ajo nuk ka ardhur të të shkatërrojë. Ka ardhur të të tregoj diçka që duhet të transformohet. Kur e kupton ligjin hyjnor të mendjes dhe kur mëson gjuhën e ndërgjegjes tënde, dhimbja nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të përkulet, të shpërbëhet dhe të largohet, njësoj si errësira kur hyn drita në vëm. Kjo nuk është fantazi. Është ligj i brendshëm. Dhe sonte ta vendos në dorë hap pas hapi. Akti i vendimit nëse ky mesazh po të prek, bëj një deklaratë të thjeshtë, por të fuqishme. Shkruaje dhe thuaje: unë jam e shëruar. Unë jam e plotë. Unë jam e lirë. Këto nuk janë fjalë për të dukur mirë. Janë komand për në ndërgjegjen. Parimi kryesor brenda teje ekziston një fuqi që mund të shërojë çdo gjendje, të shuajë çdo dhimbje dhe ta rikthejë trupin e mendjen në harmoni. Kjo fuqi nuk pyet nëse je hedenjin, nuk kërkon të vuash për ta merituar shërimin, nuk kërkon rituale të rënda, ajo i përgjigjet natyrës së mendimeve të tua, cilësisë së besimit të ndjenjes që mban në zemër. Kjo është fuqia e ndërgjegjes. Shërimi që kërkon nuk është diçka që duhet ta lypësh. Është diçka që duhet ta pranosh. Ai tashmë është i yti. Ligji i mendjes në ndërgjegje është gjithmonë duke dëgjuar. Çdo mendim, çdo fjalë, çdo imazh në imagjinat. Ajo nuk debaton me ty, nuk bën analiza. Ajo e pranon atë që ti ja jep dhe nis ta ndërtoj në realitet. Prandaj, nëse i thua jam e sëmur, ajo e forcon këtë rrugë. Nëse i thua kam dhimbje, ajo e mban aktiv sinjalin. Nëse i thua shërimi është i pamundur, ajo e bën të pamundur për ty. Jo sepse të do keq, por sepse ligji i saj është ti bindet mendimit dominues. Fjala jote është shkopi jote, fjala që flet me zë apo në heshtje është forcë krijuese. Kur flet ti po i jep në ndërgjegjes urdhër. Prandaj, kur i flet dhimbjes, nuk lutesh si viktim, nuk përgjërohesh, nuk i jep pushtet, ti flet me autoritet, me qetësi dhe me bindje. Sepse shërimi nuk lutet të vijë. Shërimi lejohet të veprojë. Pika kryesore, trupi yt është krijuar nga një inteligjencë shumë më e madhe se çdo mendje njerëzore. Ajo inteligjencë e di si të rregulloj qelizat, të rikthejë ekuilibrin, të rindërtoj, të shëroj. Pyetja nuk është a mundet inteligjenca hyjnore të shërojë? Pyetja është, a e lejon ti? A e pranon ti? Teknika jam para gjumit, kjo është një nga teknikat më të fuqishme, sepse para gjumit mendja e vetëdijshme zbutet dhe në ndërgjegja bëhet jashtëzakonisht e pranueshme. Hapi 1. Relakso trupin shtrihu. Lësho shpatullat. Lësho nofullën. Lësho barkun. Merr frym ngadalë. Hapi 2. Hyr në gjendjen mes zgjuarsisë dhe gjumit, ajo gjendje e përgjumur, ku ti je ende e vetëdijshme, por e qetë. Hapi 3. Fol drejt për drejt me trupin thuaje me qetësi, por me autoritet. Unë flas tani me inteligjencën e pafundme që më krijoi dhe më mban gjallë. Unë urdhëroj çdo qelizë, çdo ind, çdo organ të kthehet në harmoni dhe shëndet të plotë. Dhimbja nuk ka fuqi mbi mua. Ajo nuk ka realitet për te i besimit tim. Unë tani e tërheq atë besim. E liroj plotësisht. Unë jam e plotë. Unë jam e shëruar. Unë jam e lirë. Pastaj fli me këtë ndjenje, si kur shërimi po ndodh tani. Sekreti, ndjenja e ka ndodhur në ndërgjegja nuk punon me një ditë do shërohem. Ajo punon me tani jam e shëruar. Prandaj, mos u fokus të dhimbja si është. Fokuso të ndjenjat e trupit pa dhimbje, lehtësia, lirimi, qetësia, gëzimi, falënderimi, kjo ndjenjë është gjuha e ndërgjegjes. Dhimbja si mesazh, shpesh dhimbja është shenjë që brenda ka diçka që kërkon vëmendje, frikë, pa shprehur faj, i mbajtur zemërin, i gëlltitur, trishtin, i shtypur, mos përpunim i hungjeve, trupi flet kur ti hesht. Prandaj, mos e urë dhimbjen. Mos e mallko. Mos lufto me të. Pyete, çfarë po më tregon? Merre mesazhin, transformoje dhe pastaj lëshoje. Parimi i mos rezistencës, çfarë i reziston, forcohet. Çfarë e pranon me qetësi, shpërndahet.
Kur dhimbja vjen, mos u shtrëngo, mos e përplas trupin kundër saj, mos u fut në panik, bëj këtë. Merr frymë në atë zonë. Thuaj me qetësi, unë e pranoj këtë ndjesi në këtë moment, por nuk I jap pushtet të përhershëm. Unë liroj çdo rezistencë. Lejoj praninë shëruese të rrjedh lirshëm përmes meje. Nuk kam asgjë për të luftuar. Ka vetëm dritë, vetëm harmoni, vetëm shëndet. Kjo hap kanalet. Rezistenca I mbyll. Roli I faljes shumë njerëz mbajnë brenda. Inat plag mos falje dënin ndaj vetes, ngarkesë emocionale, këto bëhen helm I padukshëm dhe trupi e mban. Ushtrimi I faljes mbyll sytë. Sill në mend dikë që ende të ngarkon. Thuaj, të fal plotësisht. Të liroj dhe e liroj veten. Lëshoj inatin, lëshoj hidhërimin, lëshoj nevojën për hakmarrje. Të bekoj në rrugën tënde. Dhe e hap veten për të marrë të mirën që Zoti ka për mua. Pastaj sill veten në mend. Dhe thuaj po njësoj për veten tënde. Falja nuk është arsyetimi I tjetrit. Falja është çlirimi I trupit tënd. Atmosfera e shërimit, nëse do rezultate të qëndrueshme, krijon një atmosferë mendore ku shërimi është normal. Në mëngjes para se të ngrihesh, imagjino veten të shëndetshme, ndjeje energjinë dhe lehtësinë, falendero si të ishte përfunduar gjatë ditës. Sa herë vjen mendim negativ, zëvendësoje menjëherë. Kjo s'kalon kurrë, shërimi po e shpërbën këtë tani. Jam e dobët, në mua ka inteligjencë hyjnore. Në mbrëmje përsërite urdhrin e shërimit dhe fli me ndjesinë e plotësisë. Koha hyjnore kur mbjell një far, nuk e hap çdo orë për të parë apo rritet. Edhe shërimi është far. Ti e mbjell me besim dhe ndjenjë. Pastaj e lë të rritet. Dy mendje janë armiku më I madh. Në mëngjes, jam e shëruar gjatë ditës, po sikur të përkeqësohet, kjo dhe anulon punën. Zgjidh një linjë, besim I qetë. Praktikë e vazhdueshme. Mos ndërhyrje me frikë. Ndyga jam por dëgjoj këtë me qartësi. Ti nuk je trup që ka një shpirt. Ti je shpirt që ka një trup. Natyra jote e vërtet është e plotë. Dhimbja është gjendje e përkohshme, e ushqyer nga mendime të përkohshme. Ndrysho mendimin. Ndrysho ndjenjen. Ndrysho urdhrin. Dhe trupi do të ndjekë. Deklarata finale: unë jam e shëruar. Unë jam e plotë. Unë jam e lirë.